Përshëndetje, si jeni? Sa arritëm në shtëpinë tonë në Budapest, në shtëpinë tonë, në Airbnb që kemi pronontuar për këto ditë që do jemi këtu, që t'ju shpjegoj pak tani që arrita në shtëpi dhe ndjem pak më e qetë, sepse deri tani ishim rrugëve, në aeroport, derisa të gjejmë autobusin që vin deri te qendra, nga qendra të gjejmë shtëpinë, të komunikoj edhe me pronarin e shtëpisë sepse kishte poshtë disa kode që duhet të hapnim disi. Por tani që ja dolëm edhe i bëm të gjitha këto, tash t'ju shpjegoj pak ç'a po bëj unë këtu në Budapest. Kam erdhur me shokun tim, me Janin, i cili tani momentalisht është në balkon. Jani është shoku im që atëherë që ishim të vegjël, fëmijë fare, domethënë. Gjithë vitet e shkollës ishim bashkë, bënim shoqëri, edhe po diskutonim gjithmonë që duam të shkojmë diku, të bëjmë ndonjë gjë jashtë shtetit. E rastisi që Jani mori leje nga puna këto ditë, unë i kisha të lira, edhe tham pse jo të mos shkojmë diku afër Greqisë, sepse nuk deshim të bëjmë ndonjë udhëtim super gjigant, deshim të bëjmë diçka nice, ekonomik, një destinacion të thjeshtë me pak fjalë. Edhe me që Budapesti është nga vendet që duhet të vizitosh më shumë në dimër, sepse ka kuptim te mendja ime. Tani kanë zbukuruar edhe gjithë qendrën, kanë vënë edhe Christmas markets, ka gjëra kështu më Christmasy. Tham pse jo? Edhe unë po filmoj vlog mas tash, është super që të kem edhe më shumë content, t'ju tregoj edhe ju më shumë gjëra. Edhe Jani s'deshte një pushim të thjesht nga puna. Tani them t'ju bëj një home tour të shpejt, ju tregoj shtëpinë tonë. Atëre, pyetja është nga kjo ana kemi dollape sirtare që të vëmë kputucët tona. Këtu nga ana tjetër kemi një pasyrë të vockël që është shumë cute. Në përgjithësi shtëpia duket e gjitha e re. Edhe deri tani më është dukur edhe pastër. Edhe këtu mbrapa kemi salonin, i cili do bëhet dhoma e Janit për këto ditë, sepse normale un kam dhomën time këtu, Jani e ka dhomën e tij këtu te divani. Edhe është edhe kuzhina, është kuzhinë edhe sallon bashk, i ka të gjitha. Divani është i madh, shtëpia sa arritëm ishte super e ngrohtë, në përgjithësi një shtëpi e thjeshtë. Edhe ishte edhe shumë ekonomik. M'duket për 5 net që e kemi pronontuar ne, kushtonte 250 euro për 2 persona. Që do me thënë asgjë fare. Edhe këtu është banja jon, ja si duket dushi këtu, ka edhe këtu një pasirë cute. Edhe këtu është dhoma ime, ja si duket, ka në këta në dollape, një krevat të madh, sirtare, gjëra kështu zbukurime, nice. Këtu kemi 2 karigje, një tavolin. Këtu kemi Janin që po tundet te kjo karigja që është për të tundur. Edhe kemi pamje këtë oborin këtu që shikoni. E vetmja gjë që nuk më pëlqen deri tani është koha, sepse lereni që bën ftohtë, këtë e dia para se të vi, prandaj kam erdhur me rroba të trasha. Por problemi është te mungesa e diellit. Ndjem që këto orët janë të gjitha gri, të krijon një lloj ndjesi të keqe, pa e kuptuar. Por s'ka gjë, do mundohem ta lë në anë këtë pjesë. Do vazhdojmë me eksplorimin e Budapestit. Shpresoj të më pëlqejë si qytet. Besoj që gjithë qytetet pak a shumë të Europës kanë një stil, por normali që çdo qytet ka diçka ndryshe të jap. Eksperjenca të ndryshme, muzeume të ndryshme, ushqime të ndryshme, tradita të ndryshme. Janë ka hyrë po bën banjë, edhe unë po pres të dalë që të bëjmë edhe unë avash gati, sepse themi të dalim një xhiro. Nuk e di ku, ç'a do bëjmë. Sot nuk kemi bën shumë gjëra në plan, për ditët e tjera domethënë kemi pronontuar muzeum, xhiro me varkën, edhe gjëra të tilla, po për sot e kishim lënë ditën të lirë fare, sepse normale është dita që erdhëm edhe tham mos e ngarkojmë shumë edhe të vrapojmë të bëjmë gjëra. Edhe pse nga ora 7 kemi lënë një takim për një kafe tu pak më të veçante që do ja u tregoj pastaj, mezi po presa të ta vizitoj. Por deri atëherë, ora tani që ta kuptoni është 2:30. Deri atëherë nuk kemi asgjë në plan, kështu që themi të dalim thjesht një xhiro, të shohim qendrën. Edhe 2 tipsa për ju që keni planifikuar udhëtim në Budapest janë: po doni për bileta për transportin, mundeni të shkarkoni një aplikacion që quhet Budapest Go ose Go Budapest, çka e tillë dhe emrin këtu, në të cilën mundeni të blini gjithë biletat tuaja për tram, për metro, për tren, për autobuse të gjitha, plus
nga aeroporti ekziston një autobus që të sjell direkt në qendër që quhet 100E. Kështu që e sugjeroj sepse me sa pash edhe unë që bëra një research, taksit këtu edhe të vjedhin shumë herë, edhe paguan shumë kohë, se ke opsionin e transportit që e kanë vërtet shumë të mirë, i kanë të gjitha, kështu që nuk je nevojë as për taksi as për asgjë. Jemi gati. Sa unë po lyesha në banjë, sepse unë e hoqa gjithë make-upin që kisha, lava fytyrën, edhe e bëra përsëri nga fillimi, sepse unë kur kam shumë orë make-up në fytyrën time, pastaj fillon edhe bëhet keq fare, skandal situata. Edhe thash do lyem, do bëhem e bukur, sepse do dalim tani, edhe me shumë mundësi nuk do kthehemi në shtëpi, do bëjmë xhiro qendër, edhe pastaj do shkojmë te kafja që kemi pronontuar, që ju thash që parë. Ja si duket outfiti tani për tani, kam veshur pallton time gri, që është nga marka Pinksi. Është herë e parë që po e vesh, sepse më kishte arritur në Behar, edhe tani erdhi ora ta vesh, edhe më pëlqen tepër shumë, ka këtë ngjyrën gri të errët, që më duket shumë elegante. Kam veshur edhe këtë kapuçin në kokë, edhe nga brenda kam vënë një fund edhe një bluzë, që janë set gri të dyja lart e poshtë, por normale që vura edhe xhaketë të dytë nga lart, sepse jashtë është ngordhja, do vete dorash kanë dorë që të mos kem ftohtë. Outfit check, ka veshur një bluzë me një këmish nga poshtë, xhup nga lart me kapele, me pantallona që janë si stil kotlet. Këto shapka që i ka veshur mua nuk më pëlqejnë fare, po Jani i adhuron, nuk e di pse, por le të vazhdojmë me ditën tonë. Erdhem në Bershka, pse unë i thash Janit që këtu do bëj ftohtë, merr gjëra që të rish ngrohtë. Po më tha, edhe nuk mori asgjë. Edhe tani që erdhem tha, hajmot se nuk besoj që do bëj shumë ftohtë. Doli jashtë nga avioni edhe kuptovi që u plevitos, kështu që tani kemi erdhur mos gjej ndonjë palë dorashka. Po bëjmë xhiro, edhe shumë bukur. Më pëlqen se i kanë zbukuruar të gjitha, në çdo cep ka Christmas markets që mundesh të blesh diçka të hash, ose dekorime, ose çdo gjë e kemi parë. Sot blem edhe provuam vetëm çokoladë ngrohtë, por nesër unë dua të shkoj të ha edhe ndonjë gjë tradicionale nga këto që kanë këtu. Ishin disa që i buran sy. Ora është 6:30, edhe ne po shkojmë te kafja që kemi pronontuar, e cila quhet Zoo Cafe, që do me thënë kafe me kafsh. Ka lloj kafshash, si themi, nuk jam e sigurt. Do ja u tregoj të gjitha kur të shkojmë atje, duhet t'i shikoj. Janë kafsh jo të zakonshëm, që nuk janë për shembull mace dhe qen. Duket ka edhe mace, jo vetëm mace. Kam parë në një TikTok që ka edhe gjarpër edhe gjëra të tilla. Nuk e di po do kem frikë ti prek, por mundesh ti përkëdhelësh të gjitha edhe të pini kafe bashk. Po doni të shkoni, të pronontoni para një jave të paktën, sepse është gjithmonë plot edhe funksionon me sa kam kuptuar vetëm me rezervime. Nuk e besoj dot këtë që po jetoj sot. Është gjëja më fantastike që kam parë ndonjëherë. Do të thënë të krijosh një kafe me kafsh edhe ti shikosh të gjitha. Është, nuk e di, një eksperiencë wow. Ne tani jemi ulur në tavolinë edhe po na sjellin një kafsh me radhë, do të thënë. Kafsha jonë e parë është kjo këtu. Nuk e di se sa duket se është edhe e zezë, është e voskër fare. Nuk e kam iden si quhet në shqip, kështu që tani çka kuptuat, po është super cute. Duhet t'i haj ato paqet që ka të bukura. Ndërkohë që ne po pim limonadë. Kam vajtur në ndonjë kafe tjetër edhe të kem kaluar kaq bukur, edhe mezi po pres të shikoj edhe kafshat të tjera.
Sa dolëm nga kafja, edhe kam t'i them që ishte një nga eksperiencat më të bukura që kam bërë. Për mua, po ta vizitoni këtë qytet, duhet ta vizitoni këtë kafen, se nuk është thjesht një kafe, është një eksperiencë, edhe nuk e besoj dot që kapa me duart e mia një gjarpër. Domethënë kisha në duart e mia edhe isha ho, nuk e di ç'të bëj. Kisha frikë që të më kafshoj, edhe pse na kishte thënë ajo vajza që na jepte kafshët, që nuk kafshon. Po unë prapa kisha të frikën, po në duart e mia e kapa. Unë atë që duheshe të bëj e bëra. Edhe për çmimin t'ju them që na vajti për 2 veta 40 euro, me pijet edhe me një diçka të vogël që hëngrëm, 2 sanduiçe. Kështu që për mua është okay. Domethënë, është shtrenjtë po ta mendoni për kafe të thjesht, po nuk ishte kafe e thjesht, paguan gjithë eksperiencën. Kalova shumë bukur. Edhe tani dola prapë te ftohta, isha mirë brenda, atje kisha hequr të gjitha pallton, xhaketat. Tani sa dola jashtë, u thava, ora ka vajtur 8:30, edhe nuk e di çfarë do bëjmë. Mbase do bëjmë edhe një xhiro tjetër të fundit, edhe do kthehemi në dhomën tonë, se jemi dhe pak të lodhur nga udhëtimi, as nuk kemi fjetur edhe shumë. Mbase do flem erët, sepse edhe nesër duhet të zihemi me mingje, po me shumë mingje, se tipit 6. Ne jemi kthyer në shtëpi, bëm një ndalesë në rrugë që të shkojmë vetëm në supermarket, por nuk kishim fare fuqi as të bëjmë xhiro përfundimisht, as të shikojmë asgjë, sepse bante edhe ftohtë, edhe na mbyllen edhe syt nga gjumi. Kështu që morëm 2-3 budallalliqe që të ham në shtëpi, poqëm pica të gatshme nga Lidli, edhe këtë hëngrëm për darkë, ishte okay. Edhe tani avash unë do hy të bëj një banjë të shpejt, edhe dështrihem të flej gjumë sepse nuk kam më fuqi. Edhe disi kështu do ju le, advent kalendarin ton dhe hap sa të rikthem në shtëpi, edhe në normalitet, edhe në rutinë. Por deri atëre unë do ju puth, do ju them natën e mirë, edhe ne do shihemi nesër.